koha për qenë VIP. Kur përmendim fjalën luks, shumë mendojnë, sigur nuk është shumë për mua. Por sot do zbulojmë që me Pok Infinite ka ardhur koha që gjithë përjetojnë të qenit VIP. Na ndiqni. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Mirë. Po niseni me pushime? Po, më në fund, pas 6 muaj pa ndalim punë, do iki me pushime. Oh, sa fantastike. Gjithi duam shumë pushimet. Pra e dini që me Pok Infinite ju do t'ishte në një launch me snacks, wifi, shqetësi në vend që t'ishte në këtë terminal duke pritur? Pok Infinite, që është kjo? Pok Infinite është karta që ju jep 0.3% cashback në çdo pagesë. Pra, parat kthehen në llogarinë tuaj. Gjithashtu 9 GB roaming, që janë të vlefshme edhe lirshmërisht jashtë shtetit. Madje, ju keni mundësinë që përjetoni launchet më të mira në mbi 1200 aeroporte në gjithë botën. Dhe jo vetëm kaq, janë hyrje VIP. Gjithashtu, ju keni plot oferta nga Visa edhe shumë partnerë të kompanisë Pok. Po, kjo qenë ka si me qenë VIP pas qenë të vërtet. Patjetër, po nuk është e gjitha. Gjithë gjën e realizoni vetëm duke shkarkuar aplikacionin Pok, pra duke anëtarësuar online. Hajde të shkarkojmë së bashku. Është shumë e thjeshtë. Gjendet fare lehtë në Apple Store. Gjithashtu përveç kartës Infinite ju mundson edhe karta tjera, të cilat janë po aq të rëndësishme dhe aq dobishme në përditshmëri. Dolen edhe karta. Urime, tani ti mund zgjedhësh vetë midis 3 kartave. Classic për shpenzimet përditshme, Rewards që t'jep pikë sa herë paguan dhe Infinite për ata që duan luksin dhe privilegjet ekskluzive. Dhe gjitha kjo direkt nga telefoni. E me Pok, ky po që është luksi më ënçur. Tani mund shkoj tek Lon Xhun. Akoma këtu ti? Bravo! Ira, mirë pashim. Me Pok.